Përshëndetje Aferdita edhe njëherë për ty dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Aktualisht jemi në fshatin Palabar të komunës së Gjakovës, aty ku familja Mulaj na ka bërë konak ku po ndjeki një traditë shumë të vjetër shqiptare, domethënë është pjekja e rakisë së rrushit në këtë rast. Po shohim ka nisur që disa ditë procesi i pjekjes së rakisë në këtë familje. Këtu pranë vetes kam edhe njërin nga anëtarët e kësaj familje, zotin Anton Mulaj. Zoti Mulaj, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë që na pritet. Si po shkon procesi i pjekjes së rakisë së rrushit, a mund të na tregon për gjithë shikuesit tonë që nuk e dinë se si shkon procesi i pjekjes së rakisë? Po për te sot, shumë mirë, unë e kum trashëgimi për babës, për gjyshet, edhe këta kanë pjek, amo ju shumë kështu, sa për familjar, shumë mirë shkon. Vjen vllau, vjen dhonat, vjen ashtë pej Zvitre, ku ta pjekim, do më thonë e kem pej ne nanorit, në qëtë muj e pjekim, zakonisht. Do thonë është pjekja, koha pjekjes së rakisë së rrushit. Unë është pjekja dhe ma heret, amo na kem qëta sa di bashkuëm. Kem atë familjar të këtë më konë që bijat, dhonrat, e kalu sa ma mirë, kaluj mirë shumë, e ta falim nes për të në së vinë. Pa dyshim që sa koja keni nisë me pjekje dhe në sa litra i nxjerrni zakonisht në kohën e pjekjes? Po në zakonisht te 2000-3000 litra s'marrim marrësh, se na nuk e kem për treg, e kështu visë sa për me pi, nxjerrim te 200-250 litra, edhe 300 ka nëjherë, kështu për mi jo kur. Okej, të shohim prek edhe procesin, domethënë nga pjekja deri te pjesa ku del rakia rrushit, domethënë del nga kjo zonë e këtij kazani. Proces shumë i veçantë, ndoshta që edhe shumë nga shikuesit nuk e dinë se si shkon. Përsa tani jemi edhe tek zoti i shtëpisë, po afrohemi te zotri Mark Mulaj, të cilin e falenderojmë për zemërsisht që na ka prit sonte në këtë ditë ku po shohim që është kjo procesi i pjekjes së rakisë. Po shndrohet edhe një festë të kjo familje, po edhe të shumë familje tjera shqiptare. Zoti Mark, përshëndetje dhe faleminderit që na keni prit sot. Dhe mirë se erdhë. Atëherë na tregoni pak më shumë për rreth këtij procesi, që sa vite e mban mend ti që pasi më i moshuar je krye familjar i pjekni këtë raki? Që sa vite e mbaj, unë tash e kom 83 vjeç. 10 vjeç kërëm kohën veç atë dhe përnëshëm e 10 vjeç gjithë që mbaj manë. Më thonë, pas kam bi 7 dekada që jeni duke u marrë me këtë, 70 vjetë, sa ka ndryshu nga ajo kohë që e mban mend me sot? Pesa dhe më i ri jem, konë se e mbaj manë. Dhe më i ri. Sa ka ndryshu procesi në atë kohë me këtë kohë i pjekjes së rakisë? Ta shumë më mirë se atër për para, atër vërshëm ujë pjekë që të për gjithë ka vekë, për kumla mas pari, pjekë kumla, mas andaj, erdhë vakti i rrushit, meshëm rrush, me pjekë, jem konë rëpë shumë, 70-60 rëpë jem konë, për para. Tash pak më pak jem, e që tash gati sukra 3 jem, e si është kënë gërbetën shtu. Ta për një pyetje. Tash rrush, vish rrushit për pjekim. Ama mirë rakia rrushit apo e kumblave? Më duke të rrushit. Shumë faleminderit zoti Mark, dhe te familja Mulaj, por edhe te shumë familje tjera shqiptare që e bëjnë këtë proces, domethënë këtë traditë të vjetër shqiptare. Këtu kemi edhe që kanë ardhur edhe nga Zvicra, domethënë nga Mërgata, kemi bashkëdhëtar tonë të nderuar, të cilët kanë ardhur ekstra në Kosovë për të përcjellur nga afër këtë proces, për t'ju ndihmuar familjarëve në këtë proces. Dhe afër vetes tani e kam edhe zotin Deli Mulaj. Zoti Mulaj, faleminderit dhe mirë se na ke ardhur në Kosovë. Mirë se kem gjetë, mirë se erdhët edhe ju. Falenderojmë shumë për këtë mikpritje që na keni bërë, dhe që sa vite vini? A vini çdo vit për me përcjell këtë procesin e pjekjes së rakisë? Që një 15 vjet rregullisht çdo vit vin këtë kohë, e këtu fjellemi po familjen, po vim ekstra veç për se është traditë familjare dhe bashkohëm me motrat, dhonrat vin ashtë dhe kalojmë shumë mirë. Po ja uloj në aeroport me marrë me vetja jo? Po, ka një e marrim, ati po shkat në lejot e marrim. Ka herë edhe ka 2, po tash. Po
ka rastis që këtë vit procesi pjekjes së Rakisë së Rrushit të jetë në njëjtën kohë me zgjedhjeve. Saktësisht sot në ditën e ballotazhit, a keni shfrytzuar drejtën për vot? Po, para një 2 orëve kem votuar edhe ja dham tash kandidatit se preferojmë e tash po e vazhdojmë me kaj gotë këtu. Si u bën mirë, çka prisni mu bë më mirë për Gjakovën edhe për Kosovën në vitet të vazhdim? Si e keni pa këtë progresin e shtetit tonë? Mirë shumë. Na jem jashtë ka shumë vite, po për çdo vjet edhe më mirë. Vazhdon veç që shtu me të mira. Shohim se të jo bashkëdhetar, domethënë tonë të nderuar që jemi të shumt në mërgat në Kosovë, e keni atë ndjenjën e adetarizmit shumë më të madhe, domethënë nga malli që keni për vendin ku jeni lind, jeni rrit. A vini shpesh në Kosovë dhe ai sjellni edhe fëmijët këtu për me pa, domethënë te familjar tjerë, për me pa vendin ku jeni rrit? Për çdo vjet, bile vjet të fundit 5-6 herë, 7 herë, ka shpesh se vi edhe vetë, ona mo familjen, fëmin, 2 herë, 3 herë në vit gjithmonë i kumprua. Unë vi 5-6 herë, 8 herë në vit. Sa jenë plesh këtu, vllazlit, motrën, e Falenderoj shumë. si marrë, kërësore që Falenderoj shumë edhe tash po shohim se gjithë familjarët janë mbledhur këtu po shndron në një festë kjo procesi i pjekjes së Rakisë së Rrushit dhe për fund afërdita e kishim bodhën i gëzuar me gjithë familjarët e familjes Mule, të cilët edhe një herë i falenderoj shumë për mikpritjen. Adë më gëzuar.